Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Jeta dhe sot kemi një video të re. Unë jam veshur, jam bërë gati, sepse ne tani do dalim. Po s'pres tani shpejt poshtë, sepse si gjithmonë jam e fundit edhe si gjithmonë nuk më priti njeri mua. Ne sot po ikim në Zoo Safari. Zoo Safari është një kopsh zoologjik, kopshi zoologjik më i madh këtu në Itali. Po thoya që Zoo Safari është një nga kopshet zoologjike më të mëdhenj këtu në Itali, që ndodhet afër shtëpisë time. Kemi diku tek sa larg është? Kemi diku tek 1 orë larg me makinë. 45 kilometra thot burrim. Si ditë e diel sot vendosëm të shkojmë atje. Kjo është edhe si një dhuratë ditëlindje tepër për Melodin, me që tani është rritur edhe i ka qef kafshët, i kupton edhe ka qef t'i shohi. Vendosëm që sot ta çojmë atje. Për moshën që ka Melodia, mendoj që është një eksperiencë shumë e bukur për t'u bërë. Edhe veçanta e këtij kopshi zoologjik është që futesh brenda me makinë dhe nuk del nga makina fare. Ti shikon të gjitha kafshët me makinë, futesh mes për mes kopshtit. Gjirafat janë aty tek makina jote që fusin kokën brenda tek xhami. Ne harruam të marrim disa karrota me vete në fakt, sepse mendova që të merra disa karrota dhe t'ja jepja Melodisë që t'ja u jepte, por harruam t'i merrnim edhe nuk e di nëse ka atje. Më duket se ka dha atje, po të duash që t'i blesh. Ne sapo arritëm, blem edhe kikirika dhe karrota, edhe tani po presim këtu në radh për të hyrë brenda për të bler biletën edhe pastaj do hyjmë brenda. Ndërkohë Melodinë e Zuri dhe Gjumi nuk po e zgjojnë herë sa të hyjmë brenda të marrim biletat, pastaj do e zgjoj. Melodi, u knaqe? Si? Të pëlqeu Luani? Sa po kaluam pjesën e luanave dhe tani po vim tek pjesa e gjirafave. Gjirafat janë fantastike sepse nga që janë shumë të gjata, sado që ta hapësh dritaren pak, ato ta fusin kokën komplet brenda. Po Melodia i pas ka pak frikë edhe nuk don t'i prek, por ka shumë qef kur shikoj. Jo, pas kam pasur gabim sepse pas luanave qen kanë tigrat. Pastaj do shkojmë tek elefantat edhe tek gjirafat.
Ne deri tani kemi qenë në çdo vend këtu, pra brenda biletës kishim të përfshira edhe disa gjëra të tjera që mund të vizitonim, siç ishte akuariumi ose aty ku mbanin gjarpërinjt, freshkat edhe gjërat e tjera. Tani sapo kemi ardhur afër një liçeni, pra pikërisht këtu në liçen, edhe do hajm drek, porositëm diçka për të ngrënë. Ula me gocën, burri po pret porosin që ta marrë dhe pastaj të vidha ai këtu. Është shumë qetësi, është goxha ngrohtë, jo shumë ftohtë, fryn vetëm pak erë freskët, por është shumë mirë. Sot është ditë e diel dhe njerëz ka plot, por gjithsesi është një eksperiencë shumë e bukur për të bërë me fëmijët. Këtu ndërkohë që konsumojmë ushqimin, mund të shijojmë edhe pamjen dhe qetësinë rreth e përqark. Këtu afër kemi edhe arinjt, mjelma rosa, çfarë ishin ato? Nuk e di, jam e sigurt. Edhe hipopotam. Quhet ajo lopa e ujtit? Nuk jam e sigurt si quhet, por i kemi pikërisht këtu afër, këtu nga ana ime e djathtë. Do konsumojmë ushqimin, por ndërkohë do shijojmë edhe pamjen. Pastaj nga që jemi gjatë gjithë kohës në lëvizje, nuk është se kisha mundësi që të flisja ose të bëja shumë muhabet. Ndoshta kur kem qetësi në shtëpi do e tregoj pak më shumë se si funksionon edhe në detaje për të gjithë ato që duan të vinë ta vizitojnë. Erdhi dhe hipopotami tani, lopa e ujtit. Për t'ja tregoj. Ndërkohë këtej nga ana tjetër kemi edhe liçenin që thash, njerëzit bëjnë xhiro me anije. Melodia po konsumon patatet e veta momentalisht. Deri tani ishte mërzitur sepse nuk hypëm tek treni, po ne tham që të hajmë drejt para, pastaj të shkojmë të hypim tek treni. Ora 5, edhe ne sapo parkuam makinën edhe tani sa arritëm në shtëpi. Juve ndoshta nuk ju besohet, por ne sot kemi dalë që në orën 10 nga shtëpia edhe kemi ardhur në shtëpi në orën 5. Tani, unë gatova diçka për darkë shpejt, bëra disa gjëra të skuqura. Melodia hëngri, tani do i bëj melodisë një dush të shpejt edhe vetë do haj pak bukë, edhe pastaj do shtrihem të vendos melodinë gjumë, sepse më duhet të editoj videon që do postohet nesër. Brenda kësaj jave unë xhirova 2 herë. Xhirova për ditën e melodisë, xhirova dhe sot që është ditë e diel, edhe më duhet të editoj videon, pra vlogun e ditëlindjes së melodisë që do dalin nesër, pra ditën e hënë, që ju do e keni parë tashmë kur të dalë të hënën tjetër ky vlog që nisa sot. Jam me shumë vonesë sepse vlogu është shumë i gjatë dhe kam shumë për të edituar dhe shumë për të prerë. Mendoj që sonte më duhet të merrem gjithë natën me vlogun dhe jam e sigurt që s'do e mbaroj dot sonte të gjithin sepse kam shumë klipe për të edituar dhe shumica e klipeve janë ende te kamera, si kam kaluar ende në telefon. Kështu që do merrem dhe nesër me shumë mundësi deri pas dite. Besoj që mos të vonohet vlogu, të dalin orën 6, por nuk e di, nuk jam e sigurt, shpresoj t'ja dalë ta editoj të gjithin. Edhe për pjesën që thash do ju shpjegoj se si funksionon me bileta dhe pagesën tek Zosafar. Ta shpjegoj një ditë tjetër kur të kem kohë dhe mos jem në nxitim. Kështu që për sonte do të them natë mirë, të shihemi ditë tjetër. Po e ndërpres videon diku këtu, sepse ju thash që do të tregoj në moment të dytë për pjesën e biletës së Zosafarit, se si funksionon. Tani po bëja editim, jam me bijamet e mia sepse isha në krevat, po bëja editim edhe bëri që unë se kisha thënë kur këtë gjë. Nuk e di nëse ja kam thënë këtë, por bileta për të hyrë tek Zosafari kushton 35 euro personi. Ndërkohë fëmijët deri në moshën 4 vjeçare kanë hyrjen falas, pra nuk paguajnë asgjë. Pasi të blesh këtë biletën që kushton 35 euro, ti me këtë biletën ke të përfshira 5 aktivitetet të ndryshme që do bësh vetëm me këtë biletë. Të filluar nga i pari, që i pari është pikërisht hyrja në Zosafar, hysh direkt brenda te kopshti zoologjik me makinë që të shikosh të gjitha kafshët. Pastaj do parkosh makinën, do të duash mund të gjesh një vend ku ta parkosh makinën pa pagesë, po do duash ke opsion parkime me pagesë ku është 5 euro komplet dita. Pastaj ti do hysh, që është kjo e dyta këtu, shkon tek ingreso pedonale. Është hyrja pedonale, pra që ti hyn në këmbë për të shkuar tek zonat e tjera të Zosafarit. Kalojmë tek aktiviteti i tretë, është zona e liçenit. Pra që biletën, tu tek bileta për çdo gjë që shkon të bësh, të bëj një vrim, pra që kjo vrima tregon që ti në vend ke qenë, ke kaluar edhe nuk mund të hysh më. Pas kësaj kemi këtë me kafe që është Trenino. Ky është një tren që kalon përmes fshatit të majmunave. Pastaj jemi tek sala tropikale që ka brenda akuariumin edhe retilario. Retilario pra është ajo që në gjarpërinjt, merimangat, zvarranikët në përgjithësi. Japim biletën,
të bëjnë këtë vrimën këtu tek bileta, edhe ti hyn brenda, shikon, eksploron, pa paguar asnjë shtesë, pra veç me biletën. Për sa i përket ushqimit, ke restorante, bare për të pirë dhe për të ngrënë sa të duash, kur të duash edhe çfarë të duash. Normalisht ato janë pagesë shtesë, nuk i ketë përfshirë në bilet sepse është një gjë që ti e zgjedh vetë nëse don të hash apo nuk don të hash. Tani po ju lutem vazhdoni me pjesën tjetër të videos. Mirë mëngjes, nga një ditë tjetër pim kafen e mëngjesit bashkë, që janë të qenë nga jashtë sot që po lehin. Shpresoj që mos të dëgjohet lehja e qenëve në kamera. Gjithsesi, unë jam këtu që po pi kafen time të mëngjesit. Melodin sapo e lash në kopësht edhe u ktheva në shtëpi. Pi kafen edhe do dal nga shtëpia sërish sepse kam disa gjëra për të bërë. Kohë tek vlogu i ditëlindjes së Melodisë e paç se sa javë e bukur ka qenë, edhe sa kohë e mirë ka qenë atë javë. Ndërkohë kjo javë ka nisur me kohë të keqe, vranësira edhe shi. Nuk mund mungonte sepse është bërë si rutinë tashmë që një javë është kohë e mirë dhe një javë është kohë e keqe. Tani po e shikoj që s'pas kam as bateri te kamera. Nuk e di nëse do arrit të filmoj ndonjë gjë sot me kamerën apo jo. Unë lava pak dhëmbët tani se kafja ti zvert shumë dhëmbët edhe ndjej atë zverdhjen tek dhëmbët pasi piva kafen, i lava edhe sa shikohesha në pasqyrë, më kujtuaj që s'kam vendosur blush, nuk vendos rimel, nuk lyej buzat, nuk vendos krem puder, nuk vendos korrektor, por blushin e vendos gjithmonë sepse më pëlqen, edhe sot kam harruar ta vendos. Do e vendos tani shpejt e shpejt sepse më duhet të dal, të shkoj deri tek doktoresha e familjes, të shikoj sepse më duhet një recetë për vjerrën dhe të shikoj nëse arrit dot ta bëj apo jo. Faktikisht më kanë mbaruar edhe ilaçet për lavatriçen. Duhet të kaloj të bëj një xhiro edhe të shikoj të blej ndonjë ilaç për lavatriçen, edhe nuk e di nëse doja dal të bëj të dyja këto gjëra tani, sepse në orën 11 duhet vi në shtëpi sepse më shkruajti një vajzë tani në moment të fundit që kishte nevojë të bënte pak thonjt, edhe më pyetin nëse jam e lirë apo jo. Kështu që më duhet të kthehem shpejt edhe të vazhdoj me punën këtu pastaj. Shikojeni pak këtë lip glossin, sa super që është, se thon disa jo po nuk bëjnë, jo po ato lip glossat e lira kështu ashtu, jo po Kiko, Dior, jo po kështu, jo po ashtu. Ja, 1,50 ka marrë këtë tek Action edhe shikoni çfarë super volumi jep tek buzët. Ka një vit që ka marrë, është super. Kam dash të blej edhe të tjerë si ky, por nuk kanë sjell më. Pse do i kisha marrë dhe 2-3 copë ti kisha. Edhe dje më erdhi një kliente për herë të parë. Nuk kishte ardhur herë tjetër tek unë për të bërë thojt. Ishte hera e parë dje që erdhi. E donte të bënte thjesht një semi permanente, pra thjesht një lyerje me manikyr, me ngjyrë. Edhe shikoj thojnë tonë. Do më thonë, nuk kishte thojnë fare, i kishte thojt të mersisht të shkurtra, sepse i hante, edhe i kishte të futura në mish, edhe sa thua i kishte ngelur, kaq. E shikoni, kaq, qik thoj kishte ngelur, nuk kishte fare, për thashun, je sigur që do t'i lyesh? Sepse nuk do jetë një gjë e bukur për t'i parë. E di, po do i lyej sepse ndoshta kështu nuk i haj. Okej, thashun t'i lyej, por ishte për veten time u tmerrova. Mundohu që mos t'i hash thojnë sepse nuk është diçka e mirë. Çfarë kuptimi ka të hash thojnë? Nuk e kuptoj. E kuptoj që ndoshta ke mendime, ndjesh e stresuar, por nuk e di, bëj diçka tjetër. Merru me diçka tjetër, mos ha thojt, sepse e para nuk është higjienike, e dyta nuk është estetike, edhe e treta është e shpifur, thjesht e shpifur. Si gjithmonë bëjmë një outfit check para pasqyrës. Sot kam veshur këtë peushin që ka disa vjet që e kam në raft edhe i erdhi koha ta vesh sot prap, sepse jashtë është goxha ftohtë. Dallohet xhami i makinës, shikoni çfarë ka bërë shiu mbrëm natën.
Tani, tu tek doktoresha familjes normalisht ka marrë takim, nuk është se mund të bësh ndonjë gjë, por unë nga që vetëm sot kisha ditë të lirë, thash që të kaloj dhe të flas me sekretaren, se nuk është se do bëj vizitë, thjesht një recetë më duhet, shkoj të provoj fatin. Pa rreth një orë që jam kthyer në shtëpi, nuk i fola sepse po punoja, po bëja thonjë, siç u thash. Nuk kisha kohë për t'ju folur më shumë sepse u bëra vonë. Andej nga isha dhe thjesht erdha në shtëpi direkt, sepse vajza që do bënte thojt po më priste poshtë derës, edhe isha tek doktoresha, recetën që më duhej e mora. Duhet të shkoj ta prenotoj pra që të bëhet vizita, por unë nuk doja të shkoja ta prenotoja në spital sepse është diku tek 15 minuta larg me makinë dhe nuk doja të harxoja naftë të shkoja deri atje. Pyeta pak ChatGPT edhe më tha që mund të prenotohet edhe në farmaci. Nuk e di sa e vërtetë është kjo gjë. Unë tani do shkoj tek farmacia dhe do pyes nëse prenotohet apo jo. Nëse prenotohet nga farmacia, është diçka shumë e mirë sepse farmacinë e kam këtu afër shtëpisë. Kështu që tani do shkoj të pyes. Isha dhe tek Tigota, mora disa gjëra që më duheshin, siç ju thash, ilaçe për lavatriçe dhe kaq. Tani më duhet të dal sërish, derisa të shkojmë te farmacia të pyes njëra dhe tjetra, do ketë shkuar dhe orari gati për të marrë melodin, kështu që do pres pak natën tek lokali se më tha që do t'jap kafë më vonë. Isha në farmaci, edhe më thanë që prenotohet, por e vetmja datë disponibile që ju dilte në farmaci ishte data 7 korrik. Pas sa i bie 3 muajsh, qofse më don për më shpejt, tha mund të shkosh në spital edhe të pyesësh sepse në spital ju dalin data edhe më përpara të lira, ndërsa nina dalin më pak data, tha. Kështu që nuk e di, do detyrohem prap të shkoj në spital, edhe shpresoj që në spital ta lejnë pak më përpara se në korrik. Isha tek Action Spar edhe po mu hante shumë jashtëmase shumë sepse në mëngjes nuk hëngra asgjë, veç piva një kafe. Edhe më dolën para syve këto, i kisha parë dhe herë të tjera. Quhen Beefy Roll, janë si pun hot dogu pak a shumë, një shtres buk me një salqiqe brenda, po ajo salqiqe ishte mish i thatë pak a shumë. Edhe ishte lezetshme, nuk ishte e keqe. Për të hequr pak atoreksin e madh të bukës, mirë ishte. Në mëngjes ishte freskës, siç u thash, ndërsa tani ka filluar vap, goxha vap. Theva në shtëpi dhe t'ju tregoj blerët që bëra. Mora 2 kuti me milf, sole, ishte në ofertë 8,50 më duket ose 8,90, nuk më kujtohet mirë tani. Janar kisha marrë 3 kuti të tjera sepse kishin dalë në ofertë, po përdor kutinë e fundit që sa e kam nisur dhe më kanë çuar goxha. Kështu që mora 2 kuti të tjera tani që t'i kem. Mora për herë të parë kokolino, ngjyra kështu më pëlqeu më shumë, kishte erën më të mirë, ndërsa bluja dhe roza nuk më pëlqenin, s'kishin erë të mirë. Ishte në ofertë vetëm 6 euro. Kështu që thash po e marr ta provoj. Njerëzit që kam dëgjuar ose që kam parë në video thonë që është goxha e mirë, kështu që e marr ta provoj dhe unë. Kjo është Amorbidente, zbutës edhe parfum për rroba, edhe këtë për të larë rrobat e zeza. Kjo qen ka sikur të jetë bosh, faktikisht sikur të jetë gjys edhe jo plot. Që në ofertë edhe formati i madh i shampos, vetëm 4 euro ca 5 euro gati më duket. Edhe thash po e marr dhe këtë, sepse kishte mbaruar shampoja. Tani më duhet të fus të karikoj baterinë e kamerës sepse do fiket sepse ra bateria. Në fund dhe bateria e kamerës u karikua, domethënë ka pak që u karikua, por unë tani po e hap sepse nuk është të po bëjmë ndonjë gjë. Thjesht po rria në telefon dhe po bëja scroll. Tani jam këtu te kuzhina dhe po gatuaj pak darkën. Për darkë po bëj linguini me pomodorini dhe pesto. Kam vendosur makaronat këtu të zier, po skuq edhe disa bastoncini di salmone, pra janë kotoleta salmoni, diçka e tillë. Mbrëm kisha gatuar një darkë tipike shqiptare, mund të them, kisha bërë pilaf edhe forgez me mëlçi. Sa nga ju e pëlqen forgezën me mëlçi, sepse mua më pëlqen shumë, edhe sidomos kur e shoqëroj me pilaf. Okej, krip kam humbur, por do dhe pak më duket. Unë jam një person që e preferoj shumë kripën për vete dhe çdo ushqim kam qef që jo ta teproj, por të hedh pak më shumë, sepse ashtu më shijon mua. Këtë ditë më kishte shkuar mendja për turshi, për lakër turshi, edhe para disa ditësh që isha në supermarket e bleva, por lakra ime po vazhdon të rri aty në frigorifer. Kam harruar fare që e kisha bler, edhe ende se kam bër. Nuk e di nëse do gjej kohën që ta bëj nesër.
Edhe makaronat janë gati. Mendoj që erdhi momenti për ta mbyllur dhe këtë video. Nëse ju ka pëlqyer, si gjithmonë më bëni një like, një koment edhe subscribe, kështu që më suportoni edhe mua, edhe bashkë do shifemi si gjithmonë tek video radhës. Bye!